Prokuror të SPAK dhe agent të BKH-s kanë blinduar Elbasanin, qarku nga i cili prodhohen 14 mandate deputetësh, duket se është në vëmendjen totale të strukturave ligjzbatuese që kanë si detyrë themelore të hetojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivelet e larta. Grupi i monitorimit, i kryesuar nga prokurori Ols Dado, po ndjek në terren hap pas hapi atë se çfarë ndodh me procesin zgjedhor, ndërkohë që pas 5 ditësh mbahen zgjedhjet parlamentare. Hetuesit e BKH-s në anën tjetër po përdorin pajisje me teknologji të avancuar për të dokumentuar çdo shkelje që mund të ndodh gjatë këtij procesi elektoral. Prokurorët e SPAK dhe agjentët e BKH ishin në një takim të përbashkët që u zhvillua në prokurorinë e Elbasanit me pjesëmarrjen e drejtuesve të policisë dhe prokurorisë së këtij qarku. Në vëmendjen e grupit të punës përfshihen nga përdorimi i burimeve publike, i aseteve të administratës dhe burimeve njerëzore, qarkullimi i parave të pista, ndikimi i krimit të organizuar dhe çdo tentativë për blerje votash. Sipas burimeve zyrtare, angazhimi i organeve ligjzbatuese ka si qëllim garantimin e pastërtisë së procesit zgjedhor të datës 11 maj.